Kosovës që thotë se e pranojnë aktgjykimin, por se përgjegjësia për të pasur një president i mbetet shumicës parlamentare. Çka prisni të ndodhë tash? Adriatik, nëse të kam dëgju. Po, apo dëgjojmë, ne po jo dëgjojmë ju. Apo dëgjojmë? Adriatik, kemi thonë si qëndrim zyrtar që për ne është i pranueshëm vendimi për shkak se gjykata kushtetuese është instanca e interpretimit të vendimeve. Pranimi i vendimeve të kësaj gjykate është diçka e nënkuptueshme nga ne. Përndryshe, përmbajtja nuk kërkon përmbajtja e vendimit e aktgjykimit nuk krijon ndonjë epërsi të palëve, por është thjesht e sqaron edhe e kthen prapa procesin dhe jep edhe 34 ditë shtesë gjetjes së një zgjidhje të presidentit. Unë, do me thënë, për te i këti interpretimi dhe për te i sqarimit ose jepjes së rrugë të vendimit, mbetet prapë problemi i natyrës politike. Ne kemi parë që shumica ose partia që ka shumicën në kuvendin e Kosovës nuk ka arritur të asigurojë një shumicë dhe të zgjedhë një president për 26 ditë radhazi prej se kur është konstituar kuvendi. Tani mbetet për të parë nëse ata gjejnë një kreativitet edhe vinë tek një sigurim i shumicës. Tu duhet thënë që ne nga ashtu siç kemi thënë, për gjatë gjithë këtij procesi që jemi të gatshëm të participojmë edhe në dialog, edhe të diskutojmë në negociata me ta për të gjetur një zgjidhje, tani do të vazhdojmë qasjen e njëjtë, nuk ka ndryshuar asgjë LDK-ja për sa i përket qasjes sonë dhe participimit tonë nëse do të ketë diskutime të tjera. Por gjithsesi që ne jemi për një stabilitet institucional edhe për zgjidhje serioze, sepse Kosova është në një situatë kur ka nevojë emergjente për një zgjidhje. Edhe ky është qëndrimi jonë zyrtar, është konsistent me atë që kemi thënë edhe më përpara, po kjo është edhe në harmoni me fuqinë tonë politike që e kemi brenda kuvendit. Gjithsesi, këtu duhet thënë qartazi që përgjegjësia kryesore për gjetjen e një zgjidhje i takon partisë që e ka shumicën në kuvend, pra në këtë rast vetëvendosës. Edhe çdo tendencë për të ikur përgjegjësisë ose për ta interpretuar ndryshe është vërtet e pasinqertë dhe është keq informim për publikun, është vërtet tepër e rëndësishme me që procesi është tepër serioz, edhe jemi duke folë për procese që krejt stabiliteti i vendit tonë varet nga kjo, është e rëndësishme që edhe interpretimet i bëjmë në mënyrë të drejtë, edhe këtu i kërkojmë edhe partisë së parë që t'jetë korekte në kuptimin e interpretimit të qëndrimeve politike. Dhe ju po e thëni edhe sonte, me sa po e kuptoj, por ju keni përgjigjur edhe një ftesë që ishte gjatë kohës apo shqyrtoi çështja në gjykatën kushtetuese nga kryetari i Lëvizjes Vetëvendosjes zoti Kurti, i cili ftoi edhe kryetarin tuaj zotin Abdixhiku që të ketë edhe një takim tjetër dhe përgjigjja e LDK-s ishte se nuk mund të takohemi gjatë kohës apo shqyrtohet çështja në gjykatën kushtetuese, por kur do pas kësaj, nëse doni edhe një orë pasi të del aktgjykimi. Pra ju jeni gatshëm qysh nesër që të takoheni për të pasur, për të shqyrtuar mundësitë që Kosova të ketë president? Ftesa për të dialoguar në kohën kur kishte mas nga gjykata kushtetuese ka qenë vërtet një farsë, sepse nuk negociohet në një kohë kur është e pezulluar puna e kuvendit nga gjykata kushtetuese. Përndryshe tani që kemi një aktgjykim, tani normalisht që si parti politike kemi edhe obligim që të participojmë për aq sa kemi edhe përgjegjësi edhe fuqi politike brenda kuvendit në tentim për të gjetur një zgjidhje. Edhe për këto e kemi bërë edhe në kohën e para këtij aktgjykimi, edhe do ta bëjmë edhe pas kësaj, patjetër. Si mund të duket zgjidhja sipas LDK-s?
Po tani është e vështirë me u paragjyku. Ne kemi avokuar që të arrihet një marrëveshje politike, sepse duke pas marrëveshje politike, definohen të gjitha çështjet në mes të partive politike, edhe jepet një rezultat. Por kemi qenë të hapur edhe për zgjidhje që çon tek një konsensus më i gjerë ndër partijak, për ta dhënë një emër edhe konsensual. Kështu që si parti kemi lënë hapësirë edhe jemi të hapur për çdo diskutim, por që kjo nuk ka qenë e mundur për 26 ditët e kaluara. Dhe vërtet jemi kureshtar me e pa se çka do të ndryshojë në çështje partia që e ka shumicën për të prodhuar një zgjidhje. Ne jemi këtu të gatshëm dhe konsistent në qëndrimet tona, edhe t'i përgjigjemi ftesës për dialogim, por varet gjithsesi prej partisë që ka shumicën e votave. Ne i kemi vetëm 15 vota dhe s'mund të jepim president të vetëm. Dhe mos harrojmë se ku ka mbetur çështja në natën e 5 marsit. Lëvizja vetëvendosje megjithatë ka lëvizur duke i caktuar 2 kandidat për president të Kosovës, është zoti Glauko Njuca dhe zonja Fatmire Kolçaku Mulhaxha. Ju do t'i pranoni që këta t'jenë kandidatët, a mund diskutohet që sigurohen votat e LDK-s për këta kandidat? Jo, kjo nuk është lëvizje as serioze madje. Kemi diskutuar në biseda që të vim tek një emër i pranueshëm. Mos të harrojmë që roli i presidentit është garantues i Kushtetutës së Kosovës edhe unifikues në kuptimin e përgjithshëm. Ne nuk mund të vim tek një emër i partisë që të qeverisë madje. Kjo është e papranueshme dhe nuk është absolutisht, nuk ka qenë as lëvizje e pranueshme prej nesh. Ju e kujtoni, në seancën e fundit jemi detyruar që të mos marrim pjesë aty, sepse s'ka qenë lëvizje serioze. Dhe njëjtë e vlerësoni edhe tash që s'mund të flitet për këta emra. Emër i cili është i pranueshëm nga partitë politike. Këta emra nuk janë të pranueshëm për LDK. Nga një marrëveshje politike. Këta emra nuk janë të pranueshëm për LDK. Nuk janë pranueshëm. Zoti Kajtazi ka. Kjo vetëm e elaboron idenë se si vetëvendosje dëshiron të vijë tek një zgjidhje ku ka pushtetin e të gjitha institucioneve kryesore të Kosovës. Kjo nuk është zgjidhje. Nuk duhet të synohet që të gjitha institucionet më të larta të shtetit të përfaqësohen vetëm nga njerëzit partijak të vetëvendosjes. Kjo është absolutisht e papranueshme. Zonja Lushaku, një pyetje nëse më lejon. Çka nëse zoti Kurti nesër e fton në takim kryetarin e LDK-s Abdi Xhiku dhe ja ofron atij personalisht pozitën e presidentit. Çka do të bëjë LDK-ja në këtë rast? Jo, kjo tani është situatë shumë hipotetike dhe duhet të diskutu pak ma gjërësisht. Së është hipotetike, çka nëse ta bën ofertën, ai nuk po do me shku në zgjedhje, po thotë që nuk po dojna me shku në zgjedhje. Dhe vjen me një ofertë për Juve, se Juve ju ka bërë ofertë në vazhdimsi, edhe thotë për neve është i pranueshëm Abdi Xhiku për president Kosovës. Ç'a bëni ju? Duhet me qenë rrjedh edhe duhet me qenë një produkt që vjen nga një marrëveshje politike, e kjo kërkon diskutim pak më të gjerë, edhe nuk është absolutisht çështje se a vjen zoti Kurti me një propozim të tillë, po kjo nëse është person i partisë politike duhet të vjen si një marrëveshje e përgjithshme në mes të partive politike. Kjo është diskutim pak më i gjerë edhe pastaj nuk është çështje vetëm e një pozicioni. Kështu që nuk e besoj që kam një përgjigje kështu të saktë përveç se duhet të vijë nga një marrëveshje politike, pak më e gjanë se sa vetëm një pozicion. Pra edhe do një hisë edhe në qeveri, i bjen. Jo, marrëveshja politike pastaj është çështje e negocimit, është një çështje e diskutimeve të përgjithshme që vjen nga si rezultati i negociatave. VB është e pa drejt që kërkohet tash një
përgjigje vetëm për një çështje, edhe madje krejt është hipotetike kjo. Pra qysh sot LDK-ja qenë ka e gatshme me hyrë në negociata me zotin Kurti për të nda hisën e qeveri dhe për ta marrë presidentin.